Kjo shtëpi e stilit minimalist modern është në pronësi të Enver Abazit. Shtëpia gjendet në një lagje diku në periferi të Prishtinës. Një arkitekturë moderne dhe e veçantë nga shtëpi tjera në Kosovë. Ngjyra e bardhë dhe kafe janë ato të cilat pronari ka zgjedhur për pjesë e jashtme të shtëpisë. Kjo shtëpi me rreth 700 metra katror ka edhe një numër të konsiderueshëm të verandave. Ndërsa një kujdes të veçantë i kanë kushtuar edhe kopshtit, i cili bën që kjo shtëpi të duket edhe më bukur. Pjesë e dekorit të eksterierit të kësaj shtëpie janë edhe këta gurë të cilët gjenden rreth shtëpisë. Tani kalojmë për të parë interierin e kësaj shtëpie. Kati i parë i shtëpisë ka rreth 200 metra katror dhe në kuadër të tij përfshihen 2 dhoma të ditës, kuzhina, trapezaria, një banjo dhe garazha. Të ndalemi pak te dhoma e ditës, e cila është e mobiluar me mobilje të prodhuara në Itali. Mobiljet në ngjyrë hiri të dhomës së ditës janë një kombinim i mirë edhe me një pjesë tjetër të madhe të murit, i cili është i veshur me gur spanjoll. Nuk ka shumë suvenire, është një hapësirë as pak e ngarkuar dhe që të bën të ndihesh rehat kur qëndron aty. Pjesa përballë mobiljeve, aty ku është vendosur televizori, është e veshur po ashtu me gur spanjoll. Ndërsa as këtu nuk mungon kamini, i cili kësaj radhe është prodhim francez. Një tjetër e veçantë e kësaj shtëpie janë edhe dritaret e mëdha, të cilat të mundsojnë një pamje të mrekullueshme në kopshtin e shtëpisë. Edhe dhoma e dytë për qëndrim ditor është me mobilje italiane dhe ka një pamje mjaft të mirë në kopshtin e shtëpisë.
Ndërsa tani kalojmë tek kuzhina, e cila është prodhim italian. Kjo kuzhinë digjitale me ngjyrë të gjelbër, të hirtë dhe të bardhë është mjaft funksionale. Në mes të saj dhe të dhomës së ditës është e vendosur trapezaria. Një kujdes të veçantë kanë pas edhe për ndriçimi në këtë hapësirë, pasi që abazhurët e vendosur mbi tavolinën e ushqimit tregojnë se për këtë familje është mjaft i rëndësishëm ky aspekt. Ndërsa ato që japin madhështinë katit të parë të shtëpisë janë këto shkallë të mbuluara me parket. Mbrojtësit e këtyre shkallëve janë punuar me inox. Por para se të ngjitemi këtyre shkallëve, ne vazhduam në pjesën ku është edhe hapësira më e preferuar e pronarit të shtëpisë. Po, ky është ambienti që preferojnë mas shumti, edhe misht kur të vinë mysafirët, mbrëmje që me ik stresin, lodhin që e kemë, edhe preferoj si mas shumti me nejtë në këtë ambient. Po? Hajde. Në bëme të mujtë? Që të shpi? E emëruar si hapësira për relaks është e mbushur me elemente të fitnessit. Ndërsa aty qëndron edhe një tavolinë e biliardos, të cilën duket se pronari i shtëpisë e përdor shpesh. Kjo shtëpi ka vetëm 3 dhoma të fjetjes. Dhoma më e madhe e kësaj shtëpie është kjo e pronarit, e cila ka rreth 50 metra katror. Mbase nga këto pamje nuk do ta besoni, por në kuadër të kësaj dhome është edhe garderoba, e cila ka një hapësirë të konsiderueshme. Por përveç kësaj, në kuadër të kësaj dhome është edhe një banjo, e cila është e pajisur me të gjitha elementet. Sigurisht se në një apartament të një shtëpie të tillë nuk mund të mungojë xhakuzi. Dhoma tjetër që do të prezantojmë është dhoma e vajzës së pronarëve. Një dhomë tipike femërore me një shtrat të rrumbullakët dhe ngjyra pink në të gjithë hapësirën e saj. Kjo dhomë përveç që është 30 metra katror, ka dalje edhe në 2 taraca. Ndërsa tani vazhdojmë në dhomën e djemve, e cila po ashtu ka 30 metra katror. Mobiljet edhe në këtë dhomë janë prodhim italian. Muret e veshura me tapeta bëjnë mjaft atraktive këtë dhomë. E tani vazhdojmë për në katin e tretë të shtëpisë.
Sa po të arrish atje do të shohësh këtë jacuzzi i cili është i rrethuar me pllaka të veçanta nga Spanja. Kjo ishte vetëm parapërgatitja për pjesën ku është e vendosur pishina. Kjo pishinë e cila gjendet në katin më të lartë të shtëpisë është rreth 120 metra katror. Ndërsa nuk do shumë mend për të ditur se është hapësira preferuar e kësaj familje gjatë stinës së verës. Kjo është hapësira që më pëlqen më shumë këto gjatë verës në muajt qershor më shumë me ujë edhe deri në fund shtatorit është thuaj se çdo ditë që përdorim me fëmijë me familje. Po e pa pamjen shumë bukur edhe është anësia që ori vjen gjithë i pastër edhe është shumë e shfrytzueshme. Kjo ishte shtëpia e Enver Abazit në Prishtinë, e cila nuk dyshoj që ju ka pëlqyer.